Në Gurakac u bë përurimi i një objekti të ri shëndetësor, një investim i rëndësishëm dhe i nevojshëm për qytetarët të kësaj zone, i cili do të kontribuojë në ofrimin e shërbimeve më të mira dhe më të afërta shëndetësore. Në këtë ngjarje mori pjesë edhe kryetari i komunës së Istogut, Zotri Ilir Ferati, i cili vlerësoi rëndësinë e këtij objekti dhe përkushtimin për krijimin e kushteve më të mira për trajtim dhe kujdes shëndetësor për banorët. Faleminderit shumë. Ti për neve para është njerëz që kemi. Sot këtë program ju bashkë me njerëz të ujtë që na kanë përfajën dhe më shumë. Në gjatë rëtimit të kësaj shtëpie shëndetit. Kryetari tha është në shërbim qytetarëve të qendra shërbone për shkujt Gurakocit që frekuentojnë 5-6 fshatna të cilët sigurisht që kanë marrë shërbimet në kushte jashtëzakonisht më të mira se sa në ato të vjetën. Normalisht që cilësia e shërbimit do të vazhdojë mirë, po është tjetër në një objekt me standarde të cilat veç po i shohim e për të cilat jam jashtëzakonisht i lumtur. E para se kam më radhë mua shërbim se jam jetoj në këtë fshat. Pak me shaka e dyta që stafi kam i pas kushtet shumë më të mira për shërbim, edhe treta më e rëndësishme që është që qytetarët që gravitojnë këtu kanë marrë shërbimet në një objekt që është jashtëzakonisht në standardet të larta i ndërtuar. Ju falenderoj juve personalisht, spari sigurisht me theks veçantë Bashkinë Islame me shtetin e Kuvajtit që na ka mësuar neve, stafit edhe qytetarëve me gëzu këtë objekt, edhe normalisht uroj që e 87-ta të jetë në Boni, është një qendër tjetër urbane, e cila gravitojnë shumë fshatna, është një prej më të mëdhajave, çka është e rëndësishme është ngjitasi me Onyxin që është një kompleks që është jashtëzakonisht i madh. Të ujit të nxehtë, nuk e di. Për iftar kem duke në Kesh më konë jashtëzakonisht e rëndësishme mbrana mundësive që ju i keni bashkë me bashkëpunëtorët edhe donaturët. Inshallah nuk përduhet për smuja trona, po edhe nëse përduhet e di që stafi këtu është jashtëzakonisht me eksperiencë dhe profesionale dhe i përballuajnë sfidat profesionale me lehtësi. Gëzuar gjithë dhe në kuft. Në këtë rast, përfaqësuesi i Bashkësisë Islame të Kosovës, Zotri Naim Tërnava, falenderoi komunën e Istogut për bashkëpunimin dhe përkrahjen në realizimin e këtij projekti kaq me vlerë për komunitetin. Sot bashkë me kryetarin e komunës së Istogut bëm përurimin e objektit shëndetësor këtu në Gurakac, një objekt i nevojshëm për këtë rajon këtu. Sigurisht që Bashkia Islame e Kosovës falenderon komunën e Istogut për bashkëpunimin e mirëfillt që ka pas në realizimin e këtij projekti, në lehtësimin e të gjitha punëve të cilat kanë pasur të bëjnë me ndërtimin e këtij objekti. Ndaj kjo ka qenë një ndihmëse e madhe. Me këtë rast dëshiroj t'ju uroj të gjithëve këtë objekt, edhe stafit që punon këtu. Njëherët më vjen mirë që shumë qytetarë tonë, vëllezër e motra tanë, tashmë do të kenë kushtet më të mira për të trajtuar edhe në aspektin shëndetësor. Sigurisht që Bashkia Islame e Kosovës do të vazhdojë edhe me tutje në ndërtimin e ambulancave, spitaleve, dhe aty ku ka nevojë do ngjentemi gjithherë sikur edhe deri tash. Mund të them se ky është objekti 86 me radhë i ndërtimit dhe i restaurimit të ambulancave anë kënd Republikës sonë. Ne do të vazhdojmë dhe besoj që mbrana këtij viti do të fillojmë në ndërtimin e 2 apo 3 qendrave tjera shëndetësore në komuna të ndryshme në për Kosovë. Dëshiroj t'ju uroj edhe një herë kryetarit dhe t'i them që inshallah ka sa më pak si që ka nevojë për trajtim, mirë po për ata që ka nevojë sigurisht që kushtet do t'jenë më të mira. Ju uroj edhe një herë dhe urime të gjithëve. Faleminderit. Objekti i ri tashmë ofron kushte të përshtatshme me një staf profesional, duke synuar shërbime cilësore dhe trajtim sa më efikas për të gjithë pacientët. Kryetari Ilir Ferati në fjalën e tij theksoi rëndësinë e shërbimeve shëndetësore dhe angazhimin e vazhdueshëm për përmirësimin e infrastrukturës dhe kujdesit ndaj qytetarëve. Stafi është jashtëzakonisht profesional, ne jemi pajisur edhe me mjek, edhe me infermier, edhe me teknik,
edhe me secilin profil të mundshëm shëndetësor që ka nevojë me i dhënë shërbim qytetarëve të Istogut, edhe normalisht tash sfundmi me këtë objekt të jashtëzakonisht edhe të bukur për ka pamja, mirë po mbi gjitha funksional për ka hapësirat e standardi i ndërtimit, për të cilën ju falenderoj jashtëzakonisht shumë ju, bashkësinë islame, donatorët me të cilët ju bashkëpunoni, edhe në jetën ku garantoj që ky bashkëpunim prej onës tonë ka më konë i vazhdueshëm në funksion e në shërbim qytetarëve, për çka mendoj jemi të thirrur primarisht edhe ju si institucion edhe neve si institucion. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit. Ky investim shënon një hap të rëndësishëm për Gurakocin dhe qytetarët e tij, duke sjellë më shumë mundësi për kujdes shëndetësor dhe shërbime më të afërta për gjithë komunitetin.